që nga 7 tetori 2023. Situata në lindjen e mesme është përkeqësuar më tej. Një nga krimet më të rënda në historinë e kohëve të fundit, po kryet ndaj palestinezëve në Gaza. Në të njëjtën kohë, Izraeli zgjeroi aktivitetet e tij ushtarake në rajon. Me sulmet e përbashkëta të SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, më 28 shkurt, përshkallëzimi arriti një nivel të ri me pasoja globale, e dukshme, për shembull, në mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe përkeqësimin e krizës energjetike. Të gjitha këto kriza po ndodhin në mjedisin strategjik të drejtpërdrejtë të Turqisë dhe ndikojnë drejtpërdrejtë në sigurinë, ekonominë dhe shqetësimet humanitare të vendit. Ankaraja ka luajtur një rol aktiv dhe formosues në këtë mjedis. Në disa raste, Turqia ka ndërhyrë ushtarakisht, për shembull në Siri, Libi dhe në kontekstin e Nagorno-Karabakut. Në situata të tjera, vendi ka vepruar si ndërmjetës, veçanërisht mes Rusisë dhe Ukrainës, qoftë në zgjidhjen e krizës së grurit, lehtësimin e shkëmbimeve të burgosurve apo ndërmjetësimin e negociatave të drejtpërdrejta mes palëve ndërluftuese. Kapacitetet e përforcuara ushtarake dhe diplomatike të Turqisë kanë ndihmuar në frenimin e disa krizave dhe në të tjera në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Këto zhvillime e kanë shndruar Turqinë nga një vend që për një kohë të gjatë ishte i përqendruar kryesisht në sfidat e brendshme, në një aktor kyç rajonal dhe një ndërmjetës në rritje në nivel global. Sot, Turqia nuk është më thjesht pjesë e mjedisit të krizave, por një aktor që i formëson ato në mënyrë aktive. Në zonat e krizave të përmendura më sipër, Turqia ka adoptuar një qëndrim që ndryshon ndjeshëm nga ai shumë shteteve të Europës perëndimore. Ndërsa shumë shtetet e Europës perëndimore i harmonizojnë ngushtë politikat e tyre me ato të Izraelit, Ankaraja është përpjekur të orientohet drejt parimeve themelore të drejtës ndërkombëtare dhe traditave të vendosura diplomatike. Është pikërisht ky kombinim i politikës së jashtme të bazuar në parime, fleksibilitet strategjik dhe përvojë diplomatike që ka dhënë Turqisë një pozicion relativisht të fortë dhe të besueshëm. Ankaraja jo vetëm që ka përdorur këtë pozicion për të afirmuar autonominë e saj strategjike, por edhe për të zgjidhur kriza. Turqia mbështetet në 3 shtylla kryesore. Së pari, një qëndrim politik të qëndrueshëm dhe të kuptueshëm. Së dyti, kompetencën diplomatike të zhvilluar historikisht dhe së treti, fuqinë e saj në rritje ushtarake dhe kapacitetin parandalues.